Dua të ndalem për një moment dhe t'ju falenderoj se cilin prej jush, ju atje lartë që jeni edhe ata që nuk janë këtu. Dua të falenderoj Hygertën, Lëndrimin, Ludon, Elionën dhe Klodin. Për 102 ditë me radhë, ju nuk keni qenë vetëm banor të një shtëpie televizive, por keni krijuar një hapësirë të sigurt, të ngrohtë dhe njerëzore, ku ndjenjat u shprehen pa frikë, ku dobësia u kthye në forcë dhe ku gëzimi u nda me të gjithë përtej ekranit. Na keni mbushur shtëpit që shpesh ndiheshin të heshtura e bosh nga hallet e ditës, duke u bërë shoqëria jon e përditshme, zëri që na ka bërë të reflektojmë, të qeshim, të përlotemi dhe të ndihemi të kuptuar. Sonte, kur gjithçka po shkon drejt fundit dhe dritat e kësaj aventure po fikën ngadalë, boshllëku do të ndihet më shumë se kurrë, sepse prania juaj tashmë do të na mungoj thellësisht. Faleminderit për çdo emocion, çdo rrëfim dhe çdo moment që na bëri të ndihemi më pak vetëm. Faleminderit shumë, juve aty që jeni, të flas finalistëve, banorëve që janë këtu lartë dhe gjithë të tjerëve që ishin pjesë e kësaj aventure spektakolare. Banor, dua edhe nga një fjalë prej jush këtu në fund, sepse është mbyllu televotimi dhe do të vim tek momenti kulmor shumë shpejt.